Dëshmitari i parë që u dëgjua në gjykimin e rastit Puls ishte 20-vjeçari Kristian Panovi, i cili në diskotek ka punuar si kamarier, me mëditje ditore nga 1.500 denar. Ai tregoi se në atë lokal ka punuar edhe vëllai i tij Andrej si barist, i cili merrte 2.000 denar pagesë ditore. Ndërsa zbuloi se që të dy nuk ishin të paraqitur nga pronari i lokalit. Nga dëshmiet i doli se objekti kishte qenë i stërmbushur, se në të kishte pasur edhe të mitur biletat të cilëve ua kishte shitur vëllai i pronarit të diskotekës i dyshuarit Todor Jovanov, si dhe se objekti ka pasur vetëm një derë. Gjithashtu ai përshkroi momentin e shpërthimit të zjarrit. Unë dola jashtë për ta ndezur një cigare. Në atë moment dëgjova se dikush ju thoshte të pranishmeve, dilni jashtë të gjithë, pas shka u bë një kaos i madh. Njerëzit mundoheshin të dilnin jashtë, shumë prej tyre ishin penguar në derë, njëri mbi tjetrin. Ai shpjegoi edhe momentin si e ka gjetur vëllain pasi shpërtheu zjarri. Unë hyra brenda për ta kërkuar vëllain tim. Ra diçka mbi mua dhe u detyrova të dal jashtë. Kur u ktheva për herë të dytë, e gjeta vëllain tim para hyrjes. Kishte shumë trupa njerëzish, por vëllaun tim e njoha nga tatuazhet. Kur u pyet nëse piroteknik ishin përdorur edhe më herët në festa në këtë diskotek, ai tha se në mbrëmjen kur ishte i ftuar një DJ nga Greqia, kishte valltare të cilat mbanin në duar flakadan. Gjykimi për zjarrin në Koqan vazhdon me dëshmitarët e thirrur nga prokuroria.